Shërbimet e seksionit për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Vlorë, në bashkëpunim me shërbimet e policisë kufitare Vlorë, si rezultat i kontrolleve të kryera në kuadër të planit operacional Koordinata, bazuar dhe në informacionet e siguruara, goditën një rast të kultivimit të bimëve narkotike gjatë kontrollit të territorit, duke përdorur edhe dron, shërbimet e policisë midis fshatrave Shën Vasil dhe Lukov, në një zonë malore të thepisur, zbuluan 3 parcela ku ishin të kultivuara 302 bimë të dyshuara narkotike kanabis, të cilat u azgjësuan. Në vijim të veprimeve hetimore për identifikimin e autorëve të këtij rasti, u bë shpallja në kërkim për veprat penale, kultivimi bimëve narkotike dhe prodhimi dhe shitja e narkotikëve e shtetasve me inicialet RB 41 vjeç, banues në Lukov, dhe AN 30 vjeç, banues në Delvin. Gjithashtu në cilësinë e provës materiale u sekuestruan dhe një sasi bimësh narkotike në proces tarjeje me peshë 121 kg. Vijon puna për lokalizimin dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të 2 autorëve të dyshuar. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme.